Duke nisur nga dita e shtune deri të martën në darkë, Tuzi feston në një mënyrë të magjishme e plot adrenalin. Karnavali Koret. Fesimi i tyre vjen që nga lashtësia, ku Koret simbolizonin përbindëshat. Në gegnisht vjetër, Kore do me thënë përbindësh, edhe nga aty vjen edhe emri e karnevalit tonë, Karnevali Koret, sepse ka një traditë më se 31 vjeçare që ne organizojmë kështu karneval të organizuar, që do të bësh si Kore, të bësh si përbindësh dhe të friksosh palën tjetër, edhe të shkosh shtëpi në shtëpi, natën e të lidhuna, si quhet tek ne, para motit të kreshmeve. Banorët maskoheshin me rroba të vjetra si përbindësha, shkonin shtëpi më shtëpi dhe këtë e bënin natën e të lidhunave para motit të kreshmeve. Ju vetë keni qenë në karnavale kur ishit më të vogla? Po, sigurisht. E mban mend çka ke veshur ti për karnavale kur ishe vogël? Po, isha një mafinë e vogël. Me ëmbël. Shu, po ti e mban mend? Po, jem këtë si grupi oktopodave. Pra nuk është fest komerciale, por fest tradicionale, e cila prej 31 vitesh organizohet nga shoqata Karnavali Koret, pjesë e Federatës Europiane të qyteteve të karnavaleve. Për 3 dekada, asnjë ndërprerje pavarësisht kohërave të vështira, luftrave apo pandemive. Tu është organizuar karnevali edhe në vitet e 99-ta, kur ishin edhe kohat e luftës, unë isha fëmijë, dhe më 8-9 vjet isha në karnevalin e fëmijëve ato vitet, dhe edhe atëherë janë organizuar karnevalet, edhe pse këtu afër ka pas baza ushtarake. Në Dukje, një qytet i vogël, por i aftë për të realizuar një festival kombëtar, ku përfshihen grupet shqiptare, por dhe mysafir nga zonat përreth. Theksojmë faktin se në vitin 2009 këtu u organizuan edhe karnavalet europiane. Predstavljamo vrtić Majka Tereza u Prej parashkollores Nana Tereze përfshin grupin e ekoshkollës, dhe është e para herë që marrin pjesë si ekoshkolla në karneval. Është shumë kënaqësi sepse me këtë pjesëmarrje ata do të fitojnë edhe flamurin e gjelbër, që është shumë domethënës për ekoshkollën. Ne këtu bashkëjetojmë gjithë së bashku, jemi një mozaik cilët e formojmë këtë vend, kështu që kjo është e bukur, domethënë që në fëmijëri të mësohen se duhet në frymën e bashkëjetesës dhe në harmoni pavarësisht ndryshimeve që kemi. Dikur trembeshin fëmijët me Koret, ndërsa sot në festival do të vësh re maska kreative me shumë ngjyra, zbavitje dhe një manifestim piktoresk me vlera të jashtëzakonshme, ku gjithmonë synohet të sidhen traditat e bukura shqiptare. Ju përcjellin një mesazh shumë të mëdhenj tek publiku, dhe shpresoj se edhe ju keni mundë me shijuar programin sjellën e këtu. Dua t'ju falenderoj që ishit këtu me ne. 14 grupe shqiptare nga Tuzi, si dhe 4 grupe malazeze, po nga ky vend apo dhe Podgorica të tjerë, paraqiten hiqë me plot fantazi paradën e tyre. Aktiviteti është mbështetur kryesisht nga donatorë dhe punë vullnetare e shoqatës organizuese dhe familjeve. Vitet e fundit edhe komuna ka nisur të japë ndihmesën e saj. Të hënën në darkë, me natën e saragave dhe të verës, vijon dita e tretë e festimeve, për t'i lënë vend më pas finalis në sheshin kryesor, ku ndodhet dhe monumenti i Skënderbeut, ku do të paraqiten me paradën e tyre 13 grupe artistike mes tyre dhe ai Shkodrës, ku në fund do të bëhet dhe djegja e shtrigës. Por përse do të dënohet dhe cili vezë do të luftohet, mbetet për të parë të martën në orën 18. Detajet së shpejti në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.